gjithë të arrin në këtë moment edhe në këtë state of mind që unë kam arritur tani. Dhe sigurisht ka njerëz akoma dhe më mirë se mua dhe unë po mundohem që të arrij edhe më shumë se ç'kam arritur sepse këtë e mban njeriu gjallë që të eci më larg, të shkoj aty ku duhet. Por jeta për momentin është shumë e bukur dhe unë appreciate everything që po më ndodh në kohët e fundit. Jam shumë e lumtur, gjithçka po shkon shumë mirë. Dhe po e shijoj në maksimum. Jam in the now, nuk po mendoj gjëra të tjera, jam duke punuar shumë fort, jam duke bërë live streams për ditë, jam duke e bërë ato që duhet ta bëj dhe ndërkohë po marr edhe kohë dhe po shijoj jetën. Mendoj se kam arritur një balancë shumë të mirë pas gjithë atij mundi që kam bërë nga universiteti deri tani, duke punuar non-stop, duke dhënë maksimumin tim, edhe kur nuk më është kthyer. Dhe prap nuk kam daluar, po më vlerësohet dhe jam shumë e lumtur. Prandaj, doja që t'ju thoja që fokusohuni shumë tek gjërat që do. Ndaj mendje vërtet se çfarë ke dëshirë të arrish, edhe do të arrish, por puno edhe fort, sepse vetë nuk ka për të ardhur. Duke ndajtur, duke parë video online, nuk do të vi as edhe një gjë. Duhet që të ulesh, të punosh, mbyllë telefonin. Këtë videon që po shikon tani, unë e di që ti do vazhdosh që të scrollësh se është normale, por at some point duhet ta ndalosh veten dhe duhet të ulesh, të punosh. Nuk është gjë shumë e bukur të punosh, të them të drejtën. Nuk e bën njëri punën me qef, por është një gjë që duhet bërë sepse do të sjellë shumë larg, do të sjellë ato gjërat që ti vërtet dëshiron që të arrish në jetë. Unë jam shumë e lumtur dhe shpresoj që ky mesazh të vejë disa njerëzve që ndoshta po kërkojnë pak më shumë nga vetja e tyre dhe duan të jenë pak më mirë nga jeta e tyre se që janë tani. Dhe po, do vazhdoj t'ju updateoj me jetën time.